pak në Radio Lushnja me gazetarin Shkëlqim Bylykbashi. Emisioni U dhe Kryq me gazetarin Shkëlqim Bylykbashi. Çdo të premte, ora 13, U dhe Kryq, live me mua Shkëlqim Bylykbashi. Emisioni U dhe Kryq. Na shkruani në Facebook për pyetje, sugjerime dhe komente. Ky emision mundësohet nga AIKA, Krenaria e Produkteve të Qumshit të qytetit tonë në gjithë Shqipërinë. Nëse shëndeti është i rëndësishëm për ju, konsumoni vetëm produkte AIKA. Mirëditë të nderuar dëgjues të Radio Lushnjës, përshëndetje dhe urojmë një fundjavë sa më të mbar në këtë ditë të shenjta në prag të përfundimit të ditëve të Ramazanit dhe të çeljes ose të festës së Fitr Bayramit. Për të diskutuar mbi këtë ngjarje të rëndësishme, un kam sot të ftuar në studio tre nga personalitetet më të larta të komunitetit musliman në rrethin e Lushnjës, me ftiun zotin Gramoz Bliku, përshëndetje zoti Bliku dhe faleminderit. Imamin e xhamis Lushnje Alban Puka, përshëndetje madhe. Përshëndetje gjithë. Agjerim të lehtë juve dhe Ilir Çela që vjen për herë të parë, Demiri që vjen për herë të parë në studion e Radio Lushnjës dhe falenderoj është imami i Hoxha i xhamis së Golemit. Agjerim të lehtë ju dhe gjithë besimtarëve që janë bashkuar në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit për të festuar dhe kremtuar me gjitha çfarë i takon kësaj periudhë të shenjtë për gjithë komunitetin musliman, jo vetëm në Shqipëri, por mbar botën. Shpresoj që numri i besimtarëve të radhë dhe përfituesve ka qenë i lartë, sapo kaluam disa ditë më parë një nga ditët më të shenjta, që është Nata e Kadrit, dhe kjo duk qartë jo vetëm në numrin e personave që bën pjesë e xhamis dhe faljes së këtyre le të themi namazeve kaq të rëndësishme, por kjo është ndjerë në mjaft familje shqiptare, mjaft familje lushnjare. Përse këto 10 ditë të fundit kanë një vlerë të veçantë sipas Islamit në agjërimin e çdo besimtari? Bismillahirrahmanirrahim. Ju falenderojmë përsëri për dhënien e mundësisë që të jemi sa më pranë besimtarëve musliman, por jo vetëm, për shpjegime apo këshilla të domosdoshme për këto ditë të mbetura, por dhe për të dhënë vlerë këtyre ditëve të mbetura dhe sqarime rreth festës së Fitr Bayramit. I gjithë muaji i Ramazanit është një begati që krijuesi i gjithësisë u ka dhënë dhe i ka dhënë umetit pejgamberit alayhis salam. Që nga dita e parë e deri në ditën e fundit, pra është një begati për mbar muslimanët dhe për mbar ata që kërkojnë dhe i janë të vënë për të pasur mëshirën dhe begatinë e Allahut Azza wa Jall. Të dalim tek pyetja juaj, rëndësia e 10 ditëve të fundit. Ashtu siç thash, i gjithë muaji i Ramazanit ka rëndësinë e vet në besimin
e çdo muslimani, por se këto 10 ditët e fundit kanë veçorinë dhe mirësitë e tyre. Në këto 10 ditë fundit, Allahu Azza wa Jall u ka dhënë atyre rëndësi të veçantë dhe në këtë 10 ditë ose në ashtu siç do të dalë edhe nga biseda, krijuesi i gjithësisë ka dhënë një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. Thot krijuesi i gjithësisë në Kur'anin fisnik: Inna anzalnahu fi lejletul qadr. Lejletul qadr khayrun min alfi shahr. Ne e zbritëm Kur'anin, i cili është udhëzim, ndriçim, sqarues i të vërtetës në natën e kadrit. Dhe që të bëri ty Muhammed të dish dhe sa ditë rreth kësaj nate. Pra kjo natë është më e mirë se sa 1000 muaj. Kjo natë pra përket në ne të teke ashtu siç pejgamberi alayhis salam ka shpjeguar dhe ka dhënë. Dobitë e saj janë shumë të mira. Për çdo që e kërkon këtë dhe do të përfitoj nga kjo natë. Thot pejgamberi alayhis salam në një citat: ai që e mbush këtë natë me adhurime, me veprat hajrit, largohet nga fjalët e kota dhe nga punët që nuk kanë vlerë për të, duke shpresuar në shpërblim dhe falje, krijuesi i gjithësisë do t'i falë atij të gjithë gjunahet e mëparshme. Prandaj ky 10 ditë merr një vlerë të veçantë në besimin e çdo muslimani për ta kërkuar atë dhe për ta gjetur këtë natë, për ta mbushur këtë natë me adhurime, për ta mbushur këtë natë me lutje, për të shtuar leximin e Kur'anit në këtë natë, për të gjallëruar këtë natë me namaz dhe lutje. Pra, të gjitha këto punë, çdo musliman i vëmendshëm që kërkon është i vëmendshëm për ta kërkuar këtë natë dhe për ta gjallëruar atë. Si mund ta kuptojë një besimtar se kur është kjo natë dhe kemi edhe njerëz, përfshirë ata që janë rishtas në këtë në agjerim, të cilët kur dëgjojnë që vlera e kësaj natë është barabartë me 1000 muaj, synojnë ta kapin këtë natë dhe të marrin natyrisht për shkak të formimit që nuk e kanë të plot ndaj fesë islame dhe mendojnë se me këtë natë mbyllin shumë probleme dhe u falen shumë mëkate ose gjunaje. Shpjegimet funksionon kështu në logjikën e fesë islame apo gabojnë ata që mendojnë gjë të tillë? Shpjegimet e pejgamberit alayhis salam ka qenë shumë të qarta. Pra kërkojnë ato në 10 ditët, në netët teke të 10 ditësh të fundit të Ramazanit. Pra ai që është i vëmendshëm i kërkon dhe i gjallëron këto net me ato vepra, me ato punë që e afrojnë tek Allahu Azza wa Jall, me ato vepra dhe punë që e ngren tek krijuesi i gjithësisë, jo se muslimani gjatë kohës tjetër është neglizhent, harron krijuesin e tij, por në këto net, në këto ditë, ai shton punët, veprat e hajrit, lexon Kur'an, i kushton rëndësi familjes, i kushton rëndësi çdo vepre dhe pune që ka vlerë tek i Madhi Zot. Pra, shenjat janë të qarta dhe shpjegimet kanë ardhur të qarta nga pejgamberi alayhis salam për çdo i cili është i vënë dhe e di vlerën e kësaj nate. Mësi u volët gjatë për natën e kadrit dhe vlerat që ajo ka. Alban, ku qëndrojnë këto vlera të natës kadrit? Çfarë të veçantë ka kjo natë në raport me netët e tjera dhe pse duhet kaq shumë të ketë një rëndësi të jashtëzakonshme sa barazohet me 1000 muaj? Pikërisht, Bismillahirrahmanirrahim, falënderimi takon Zotit, paqja dhe lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij, të gjithë ata që pasojnë edhe deri në fundin e kësaj bote. Rëndësia vjen kur i Madhi Zoti i jep vetë rëndësi diçka. Në Kur'anin Kerim, sa herë që Zoti subhanahu wa taala do ta tregoj vlerën e diçka e madhëron atë. Shpeshherë u drejtohet besimtarëve me cilësinë e besimit, dhe u thot o ju që besuat, pikërisht për t'u tërhequr vëmendjen që duhet kuptoni se ju ka ardhur në derë një muaj i madh,
siç është muaji i Ramazanit, dhe një natë e madhe siç është nata e Kadrit. Prandaj vlera këtu vjen pikërisht kur Zoti thot inna anzalnahu fi laylatil qadr, ne zbritëm atë në natën e Kadrit, dhe kjo vjen për të treguar me një nga ana gjuhësore, me një përforcues gjuhësor që ne vërtet e zbritëm të natën e Kadrit, dhe ç'të bëri ti Muhammed të di se ç'është nata e Kadrit, ajo është më e mirë se 1000 muaj. Në të zbresin me lajket dhe shpirti pra Xhibrili alayhis salam me caktimin e çdo gjëje nga Zoti i tij, dhe ajo është paqe deri në agim. Pra në momentin që Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur nata e Kadrit, liena adhimul qadr, është e madhe në pozitën e saj tek Zoti. Është e madhe sepse zbresin me lajket e Zotit dhe pushtojnë gjithë tokën, dhe saqë në vend flitet nga fjalët e pejgamberit selam dhe sahabëve, shokëve të tij, që aq shumë me lajke zbreti sa ngushtohet toka, zbret mëshira e Zotit dhe përcaktimi i fatit të njerëzve. Në ajetin tjetër Zoti thot inna anzalnahu fi lejletin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, ne zbritëm atë në një natë të begatshme, dhe më pas thot Zoti në Kur'anin Kerim, në të përcaktohet fati, rreziku, beqeti, mirësia çdo personi, çdo besimtar. Këtu neve duhet shfrytëzojmë momentin ku pranohet lutja, dhe ne dimë që kjo është nata e Kadrit, në cilin në të zbriti Kur'ani. Atëherë, kjo merr dhe kuptimin e legjislativ dhe historik që e ka zbritur udhëzimi i njerëzimit, për cilin Zoti thot në Kur'anin Kerim, "Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin", ky është libri i cili ka zbritur për besimtarët si udhëzim për të gjithë njerëzit dhe të devotshmit. Pra, udhëzim për të gjithë njerëzit, prandaj e merr pozitën në aspektin historik, se në të zbritur Kur'ani, në aspektin e shpirtëror, se në të zbresin me lajket e Zotit dhe pranojnë lutjet e besimtarëve, pra Allahu azza wa xal, kushdo kërkon falje, kërkon mëshirë, kërkon rizq, kërkon shërim, kërkon mirësi, kërkon mirëqenie, kërkon që Zoti ta falë, ta bëjë për banorët e xhenetit, ta ruajë nga çdo vepër e keqe, pra këtu përfshin të gjitha vlerat, pra në një natë të vetme. Tha më mirë se 1000 muaj, çfarë do thot 83 vjet e 6 muaj ndoshta gati jetë. Pra ti bën një pyetje më shumë me drejt, a do thot se kjo i rrezon besimtarëve muslimanëve, qoftë në origjinë apo besimtarë për këta obligimet e tjera? Jo, nuk e rrezon obligimet e tjera. Por kjo nuk do të thotë që neve atë që nuk arrihet të gjitha ta lëm fare. Pra me që neve nuk i bëjmë dot të gjitha ose s'kemi kohë, edhe pse unë mendoj që kemi kohë, kjo nuk do të thotë që neve t'i braktisim dhe ato momente që kemi mundësi të hapim një faqe të re për jetën tonë dhe pse jo për fatin tonë. Pra duhet një përkushtim i madh dhe vëmendje ndaj në momenti që pranojnë lutjen, për të marrë dhe këtë le të themi mundësi të artë që të ofron feja islame në natën e Kadrit. Ilir, kemi parë kohët e fundit një shtim të numrit të rinjve në dyert e xhamisë, ata kanë rritur jo vetëm numrin, por dhe besimin ndaj fesë islame, dhe në gjykimin tuaj në këtë natë Kadri, a u reflektua diçka e tillë dhe si e perceptuat ju këtë gjë? Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Zotin e Madh, i cili na e bëri të mundur që të jemi sot tu live me ju, dhe pastaj ju falenderoj edhe juve që na e dhat mundësinë. Dhe ju përshëndes. Faleminderit. Vitin e fundit, ashtu si çdo vit radhazi, është vënë re shtimi i numrit të rinjve që frekuentojnë xhamin, vendet e faljes, jo vetëm në natën e Kadrit, po të gjithë muajin e Ramazanit. Ashtu si dhe vjet, por këtë vit mendoj mund të ketë qenë rekordi, maja e çdo kohë, të paktën në Shqipëri, që numri i të rinjve ka arritur majat. Dhe kjo është vënë re duke parë të paktën në xhamin tonë qytetit. Na duhet një xhami tjetër shumë shpejt, sepse ka kohë me mundësi. Sepse numri i besimtarëve e plotson xhamin dhe na detyrohemi shpesh herë të shtojmë tapeta jashtë në oborr që të falen. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse njerëzit e shikojnë nevojën që të kthehen tek Zoti i tyre. Nuk i kënaq, edhe pse shumë të mira kanë në këtë botë, përsëri nuk e kanë atë kënaqësinë shpirtërore. Gjitha të mirat materiale të kësaj bote, njerëzit deri diku i posedojnë, po përsëri kanë nevojë që të kënaqin shpirtin. Edhe ku ndodh kjo? Në ç'vend ndodhin këto gjëra? Këto ndodhin pikërisht në muajin e Ramazanit, pikërisht aq më shumë në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, ku besimtarët pra, siç vëmë re edhe pamjet në Tiranë para 2 netësh,
një rëmuj e papar, trafik i papar, sepse të rinjt mbushën xhamiat e Tiranës dhe unë bëra një postim në internet më shumë si për shaka që na duhet një xhami e madhe në Tiranë që të përballojë 20.000 besimtarë, sepse 8.000 besimtarë ne ishin prezent atë ditë, një orë të hymë zën vend dhe një orë të dalim. Pra është një shtim i të rinjve dhe kjo fal Zotit dhe rinia e kupton që duhet të kthehet tek rruga e Zotit, përmirësojnë vetveten e tyre dhe kjo na gëzon të gjithëve që një rini dëshiron që të përmirësojë veten e saj. Dhe shpresojmë që të ndikoj agjerimi tek përmirësimi i cilësive të tyre, sjelljeve të tyre, i edukatës së tyre, largimi nga veset e këqija që rinia sot përballet edhe ka sfida çdo ditë. Faleminderit Ilir, por sikundër në çdo fushë të jetës që njerëzit bëjnë një bilanc në aktivitetin e tyre të përditshme apo në jetën e tyre të përditshme, dikush në biznes, dikush në shëndet, dhe dikush tjetër në mirëqenien familjare, sigurisht dhe ju si përfaqësues të një komuniteti në rritje, keni bilancet tuaja. Ky Ramazan si rezultoi në raport me agjerimin, çfarë të mirë është solli ky për besimtarët, por edhe ata që agjeruan edhe pse nuk janë praktikantë besimtarë që vinë dhe falen xhami dhe ky numër nuk është i vogël, shumë i madh. A janë ata të orientuar si duhet në rregullat e sepse ne akoma nuk kemi përfunduar agjerimin, janë edhe 2 ditë të tjera, por ka dhe mjaft pyetje që lindin më pas lidhur me atë që ti se bën dot me agjerim, si mund ta përfitosh nëpërmjet sadakas apo gjërave tjera, por ky Ramazan çfarë të mira solli në gjykimin tuaj? Pyetje mund ta përgjigj kushdo. Përgjigjon, nëse më s'ka gjë. Do të shpërbleft. Sa i përket numrit besimtarëve, kjo është pak e vështirë. Sepse janë me numrin, po çfarë përfituan duhet të them më shumë. Përfituan. Atëherë ne kemi një rregull që pas namazit të yatsis mbajmë një ligjërat shkurtër, këshilla që kanë të bëjnë me vetë jetën e trinjve, për shfrytëzimin e kohës, për diturinë, për gjërat që duhet të ketë parasysh çdo i ri besimtar, çdo i re që hyn për herë të parë në xhami. Është gjë më e mirë që kemi përën rrethja etika e komunikimit të tyre dhe dëshira e madhe dhe shumë precize për të dëgjuar, për të marrë informacion rreth fesë islame. Po ashtu dëshira për të bërë qenë bashkëpunëtor me myftëni dhe me xhamin në çdo angazhim apo në çdo aktivitet që ka xhamia, pa kushte, Zoti është përbleft. Dhe jo vetëm kaq, por largimi i tyre pse jo dhe nga paragjykimet e përditshme që dëgjojnë që neve thëm drejtën i trajtojmë ata sikur të jenë familjar të shtëpisë, në kuptimin që i lëm të lirshëm në diskutimet e tyre, në praktikën e tyre fetare, në pyetjet që ata bëjnë, pikërisht që ta ndjejnë veten sikur janë të zotët e shtëpisë, pra që edhe ne jemi po ashtu si ata njerëz që kemi dëshirë të ndryshojmë diçka, të dëgjojmë diçka të re, pse jo të kuptojnë ç'është realiteti i besimit. Siç e tha dhe Hoxhi Liri, ata vinë vërtet nga i botë materiale, por kjo bota materiale, përveç atyre kënaqësive të përditshme që na jep, nuk e ushqen dot shpirtin. Ne kemi thënë shpirti nuk do pasurinë. Zemra është e gatuar e tillë që nuk ngope as me të ngrënë, as me të pirë, as me dashuria, as me të mirat materiale, por e ushqen atë shpirtin, ushqen besimi edhe drita e Zotit subhanahu wa taala. Prandaj edhe ata e shohin këtë gjë dhe reflektojnë jo më shumë për tek sjellja e tyre. Do të shohësh që nga fillimi i Ramazanit deri në fund të Ramazanit do të gjesh një qetësi, një ndryshimi i karakterit, ndryshimi i komunikimit, ndryshimi i sjelljes, i përcjellet mesazheve të përditshme. Pra, Hoxh, faleminderit, Hoxh Gramozit, faleminderit Lirit, faleminderit na dha mundësi që të komunikojmë. Pra, është një qetësi shumë e madhe shpirtërore që njerëzit nuk e gjejnë përditshmërinë në rrugë. Jeta e ne është shumë dinamike, ka halle, ka probleme, ka angazhime të shpeshta, saqë bën njeriu të harrojë vetveten. Është vetëm një moment kur njeriu përkushtohet vetes tij. Ata të rinj dhe ato të re i përkushtohen vetes tyre, pra mësojnë diçka të re, dëgjojnë diçka të re, dëgjojnë mesazhe shumë pozitive, madje u kemi thënë nëse shikoni diçka që është e gabuar na thoni. Pikërisht që edhe ne të mësojmë prej tyre, megjithatë është shumë kënaqësi e madhe që ti bësh ata pjesë e këtij aktiviteti kaq të madh që fundit dobia i kthehet atyre dhe askujt tjetër. Po faleminderit Alban. Faleminderit ty. Mësi një tjetër pyetje që lind natyrshëm ka të bëjë me ardhjen tuaj në studio. Sapo mbërritet telefonata ku njerëz të ndryshëm ju kërkonin të orientoheshin mbi sadakan, kur bëhet ajo, si jepet, ç'është sadaka e fitrit? Faleminderit pas e qenë vëmendshëm. Ishte telefonat interesante ku pyesin dhe me detaje sa është vlera dhe po. Atëherë sadaka fitri është
është një sadaka ose është një lëmosh e cila del në fundin e muajit Ramazanit. Është e këshillueshme që ajo të dali natën e fundit, por edhe nëse në pamundësi të dalë saj natën e fundit për angazhime ose gjëra të tilla, mund të dali dhe 2 net më përpara. Sadaka fitri pejgamberi alayhis salam e ka bërë nga sot, domethënë. Po, sadaka fitri pejgamberi alayhis salam e ka bërë të detyruar për çdo muslimane, i vogël ai madh, i lirë apo rob, që ta nxjerrë këtë. Sadaka fitri është një lëmosh që besimtari e nxjerr në fund të muajit të Ramazanit si rrjedhoi e ndonjë lëshimi të vogël gjatë muajit të Ramazanit, fjalëve të kota apo diçka e tillë. Ajo është një përmbushje e agjerimit të tij dhe është dhe mundësi feste apo gjatë ditës së Bayramit. Të dalim sepse është një mundësi shumë e mirë që ne të komunikojmë me besimtarët, por dhe ato që janë jo të informuar rreth sadaka fitrit apo vlerës sadaka fitrit. Ajo është një vlerë kuatore 4.000 lekë të vjetra, i cili krye familjari e nxjerr për familjen e tij apo ai që është kryetari i familjes e nxjerr për pjesëtarët e familjes. Për shembull, një familje prej 5 personash, herë 4.000 lekë që është kuota e sadaka fitri, 20.000 lekë, dhe kjo konvertohet në ushqime. Ushqimet që kanë qenë atë kohë kanë qenë tjera. Në kohën e pejgamberit alayhis salam është nxjerr hurma, është nxjerr qumshti, është nxjerr elbi, ndërsa sadaka fitri në kohën e sotme del në ato ushqime bazë që ka i vend ose janë më të përdorshme, më fjalë tek që quhet shporta. Po, ushqimet e shportës. Po, më fjalë është ato orizi. baziket. Po, është orizi, është mielli, është makarona, është vaj, po. Dhe këto ushqime normale dalin tek familjet nevojshme që dhe ato, më fjalë, të kenë një ditë Bayramit gëzueshëm dhe mos të impenjohen për të kërkuar ushqimin e tyre të përditshme. Patjetër që njerëzit kërkojnë informacion dhe ne jo kemi ofruar këtyre si në xhami, por edhe në telefonatat që ne marrim, pra jemi non stop në duke u përgjigjur. Ne kemi krijuar traditën, pra tashmë më fjalë i mbledhim tek xhamia e Lushnjës të gjithë më fjalë vlerat monetare, i konvertojmë në ushqime dhe këto ushqime shpërndahen pra përpara festës së Fitr Bayramit. Për të theksuar, kjo pra sadakaja e fitrit e ka vlerën deri përpara namazit të Bayramit. Sepse nëse kalon pas namazit të Bayramit, pra ajo nuk e ka më vlerën e sadaka fitrit, po e ka vlerën një sadakaja të rëndomt apo të përditshme. Pra të jemi të vetëdijshëm ose të jemi nëngjeshëm se nëse do të marrim vlerën e sadaka fitrit, kjo duhet dali përpara faljes së namazit. Para orës 18, po le të themi të datës së shtunë. Le të dali gjatë akşamit, më fjalë të së shtunës apo gjatë natës. Ama detyrimisht duhet dali përpara namazit të sabahut. Po. Një nga pyetjet më interesante përpara se kaloj të pyetja radhës nga dëgjuesit që na kanë ndjekur në emisione ishte ajo që ka të bëjë me njerëz të pamundur për të agjëruar. Kjo kategori që kanë të pamundur, u pranohet të kompensojnë agjërimin që ata se kanë të mundur nëpërmjet vlerave ekonomike? Atëherë ma kanë bërë shpesh të pyetje, nuk e kuptova, vinte nga një institucion apo nga njerëz të smur? Po, janë shumë njerëz, edhe këtë xhamia ka shumë njerëz, qofshin të rinj që kanë nevojë nga sëmundje të gjata, kronike të pashërueshme. Këta e kanë përmendur juristët e shkencave islame duke quajtur ma la yurja bar'uhu, pra persona të cilët janë gjithmonë të smur dhe nuk shpresohet shërimi i tyre.
për shkak se konsumojnë ilaçe për ditë, dhe rëndohet shëndeti i tyre, po këta e kompensojnë atë duke ushqyer një të varfër çdo ditë ose 30 të varfër brenda një dite. Një vakt dhe Zoti e ka përmendur këtë fitjetu ta'ami miskin, shkompensimi i të varfrit, pra atij që nuk ka mundësi të ushqehet. Pra kjo është zgjidhja e tyre. Dhe ajo është gjetur zgjidhje ke xhamia, pra çdo person i cili nuk ka pasur mundësi ta agjerojë, e ka shlyer në një kuotë e cila është 4000 lekë dita, pra 120.000 lekë muaj dhe ai është bërë një iftar, shtuar iftar dhe është zgjidhur problemi. Po, në pjesën më të madhe ju sqaruat që në emisionin e kaluar, por kjo pyetje më duket veçantë për shkak të një personi me smundje dhe thash më mirë ta diskutojmë me ju se sa. Po, kjo është gjetur zgjidhje dhe vazhdojnë, kemi vite që e kemi gjetur këtë zgjidhje duke shërbyer qytetarëve. Kjo është mëshira e madhe e Zotit që jepet mundësia për gjithkujt i ofron një mundësi për të dhënë ai po. Ka rrugë dalje për çdo problem, shoqëri Zot. Në këtë rast, për këtë sadakan e fitrit do të dëshiroj edhe pak historik. Po. Kur është ligjëruar sadaka e fitrit? Ka qenë që në fillimet e para të fesë islame, apo më pas ka lindur si një domosdoshmëri dhe balancimi të pamundurve me ata që kanë ekonomi? Çfarë historiku ka? Atëherë sadaka e fitrit është dy lloje, sadaka e përgjithshme që njeriu u jep çdo ditë dhe sadaka e fitrit është e lidhur ngushtë me muajin Ramazanit. Në vitin e dytë Hijri, kur është bërë obligim muaji Ramazanit, është bërë obligim dhe sadaka e fitrit. Në hadithin e Said al-Khudri thot ishim me pejgamberin alayhis salam dhe na urdhëroi të nxjerrim sadaka e fitrit. Duke përforcuar atë që tha Mufti Gramozi, që nxirret një ditë dhe 2 ditë përpara, sepse Ibn Umeri radhiyallahu anhu, një shok i pejgamberit, duke parë që angazhimet e nxirrte edhe 1 ditë ose 2 ditë përpara sadaka e fitrit. Prandaj e nxjerr atë çdo musliman, i pasur apo i varfër, i vogël apo i madh, që e ka kutin e ditës, e ka, domethënë, shportën e ditës. Nëse është diçka tepër, pra e ka ditën e Bajramit për të ngrënë ushqim ose 24 orë ka për ushqim, atëherë nxjerr atë pjesën tepër dhe domethënë sasinë e caktuar, si themi neve, që është gati 3 kg ushqim për frym dhe nxjerr atë tek njerëzit që kanë nevojë. Pra kjo është zgjidhja, domethënë. Këtë sadaka të gjithë besimtarët e kanë obligim, pavarësisht mundësisë ekonomike? Pavarësisht të dinë, nëse nuk ka fare, pra nuk e zotron ushqimin asaj dite, ai nuk e nxjerr. Sepse Zoti thot në Kur'anin e Kerim, "Taqullaha mastata", në friksoni Zotit tuaj sa keni mundësi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Zoti nuk obligon njerëzit për të mundësive të tij. Pra nuk është se ndan, çdo njeri, çdo besimtar ka obligimin e sadakas. Por një detaj kur kam qenë diku Mufti, pra tek ajo që ju theksuat, pra un jam ngushtë dhe jam në ato kuota e nxjerr apo se nxjerr. Një person ishte në dilemë ta nxjerr apo mos ta nxjerr. U sforcua nxorri. Momenti që ai nxjerr, vin 5 ose 6 besimtarë tjerë që i japin atij më shumë se sa nxorri. Po. Kjo është një mundësi shumë e mirë. Thjesht ka edhe ato që përmendi Muftiu, që është një farë pastrimi i agjerimit nga i gabim që na ka dëshuar, po ashtu tek gëzimi, futja e gëzimit tek besimtarët dhe masa e gjerë. Pra, dalim për te vetes tonë, pra ata që ne kemi në shtëpinë tonë u japim tjerëve, pikërisht që edhe ata të ndjehen si neve, dhe kjo është solidariteti i fesë islame. Të kthehemi pak te kjo paketë, le ta quajmë ushqimore, që serviret në sadaka. Kjo do të jetë e barabartë për të gjithë, apo ata që kanë mundësi ekonomike duhet të bëjnë sadaka atë çfarë ata vetë konsumojnë gjatë një dite të tyre. Por Mufti dhe ju të nderuar imam, do kërkoj ndjes, do kalojmë në pak publicitet dhe më pas të japim përgjigje kësaj pyetje, ndjes dhe dëgjuesve, pas pak live sërish me miqtë e mi nga komuniteti musliman dhe nga Muftinia Lushnje. Kate Shop. Kate Shop është mundësia juaj më e mirë të zgjidhni veshjet tuaja të preferuara. Nga 600 deri në 1500 lekë, lilir dhe me cilësi në Kate Shop. Ofertat tek ne nuk mbarojnë asnjëherë, si me shumicë edhe me pakicë. Porositni online në Instagram kate.shop.al ose në Facebook Kate Shop dhe ne u dërgojmë në të gjithë Shqipërinë. Ose vizitoni dyqanet tona ngjitur me Neptun dhe përballë Bashkisë Lushnje. Kate Shop. Hamarti, do marrësh apo jo? Gati, zotin prefekt. Më vdiqe me këtë livando. Kjo sigur me nder është ashtu. E kam nga Roma vetëm për zotrin tuaj. Nga Parisi, more, të kishe të paktën një shishkë sot. Mos u mundo të shkosh larg. Shko te Gimi Kozmetik. Atje i gjeni të gjitha. Lepe, zotër.
Alumil Kërçuku, Lushnjë, ju ofron çmimet më fantastike këtë sezon. Për dyer të blinduara të çfarëdo lloj përmase duke filluar nga 400 euro. Për më shumë, vizitoni Alumil Kërçuku, Facebook dhe Instagram. Radio Lushnja, melodia juaj. Njoftim punësimi. Restoranti më i ri në qytetin e Lushnjës, Sofra Myzeqare, kërkon të punësoj kuzhinier, ndihmës kuzhinier, kamariere, sanitare, rrogat shumë të mira. Për më shumë informacion mund të paraqiteni në restorantin Sofra Myzeqare, pranë rreth rrotullimit të ish plasmasit, ose kontaktoni 069 23 34 985. Mos e humbisni mundësinë për të bërë pjesë e ekipit tonë. Njoftim punësimi. Unionet Lushnja, që ndodhet tek kryqëzimi përballë postës së vjetër, Kërkon të punësoj një operatore të shërbimit me klientët e moshës U rikthyem sërish së bashku live në nderuar dëgjues këtu në Radio Lushnja në udhkryq jashtë rade, por me një motiv shumë të fortë. Jemi 2 ditë përpara të shtatdielën kemi Fitër Bajramin dhe unë jam në studio me Gramoz Blikun, me ftiun e Lushnjës, me Alban Pukën, imami i xhamis Lushnjën dhe me Ilir Demirin, imami i xhamis Golemit. Ose hoxh imam në rregull? Rregull të dyja. Okay. Ishim duke diskutuar në pjesën e parë të bisedës me miqtë e mi të ftuar në studio mbi rolin dhe rëndësinë që ka këto 10 ditë të fundit të agjerimit. Pikërisht në këto 10 ditë historikisht është treguar që një nga netëteket, siç përmendë Miftiu me bashkëfolësit e tij në studio, është nata e Kadrit, kjo natë e madhërishme, e barabartë me 1000 muaj ose me 83 vite, siç e përmendi dhe Imam Albani. Mjaft pyetje të ndryshme ku në fokus ajo çfarë vlen përmendet është shtimi i numrit të rinjve pranë institucioneve të xhamis, numri i tyre në rritje dhe dëshira e tyre për të marrë sa më shumë nga kjo fe dhe në mënyrë të veçantë praktikimi i këtyre i agjerimit si një shenjë e mjaft virtyteve dhe të mirave fizike dhe shpirtërore që ofron kjo periudhë. E ndërprem bisedën pikërisht në një pyetje shumë interesante që unë shpesh edhe nga smoj duke kaluar ndoshta ndonjëherë ndjes edhe nëse kaloj linjën fetare, po inshallah s'ka në vit kuqe që unë e shkel, që ka të bëjë me cilat janë ato paketa ose ajo sasi ushqimesh që duhet t'i jepet një personi si sadaka e fitrit. Dhe në njerëz të ndryshëm, pra në njerëz të pasur kjo sadaka është e barabartë me ushqimin që han ata, apo kjo vlerë është e njëjtë pavarësisht nivelit ekonomik që ai ka në shtresën shoqërore dhe në çdo drejtim në jetë. Ilir, për ty fjala. Po, e njëjta pyetje edhe tek ne përsëritet shpesh. Nëse do të shikojmë nga prizmi fetar, obligimi fetar për çdo person që përmendëm ne, i madhor, i rritur, i vogël, fëmijë, grua, burr, qoftë, ka për detyrim afërsisht 3 kg të ushqimit bazë të një vendi ta nxjerrë për sadakan e fitrit. Po nëse dikush dëshiron apo komuniteti musliman e ka vendosur 4000 lekë të vjetra apo 400 lekë të reja këtë vit për person. Po nëse dikush dëshiron që t'japi më shumë sepse mundësit i ka më të mirë. Po, absolutisht sa më shumë t'japi, se vapi dhe shpërblimin do të ketë më të madh. E rëndësishme është që të plotësohet kuota apo të plotësohet kilogrami apo minimumi bazik duhet të jetë patjetër. Nëse plotësohet baza, çdo gjë që shtohet, se vap dhe shpërblim për të. Nuk, domethënë, i shtohet mirësia që ai merr. Nga ushqimet që ai konsumon vet. Pra, nëse konsumon, në thonjza se po përmendej emra dhe nuk duam bëjmë reklam, pra nëse konsumon familjen e tij Horizon Goldin t'i japi edhe atij. Pra, nuk mund të japësh tjetrit një ushqim me fjalë të dobët dhe ta konsiderosh atë sadaka. Pra, e njëjta gjë vlen edhe në kurban, sepse ne pas Fitër Bajramit kemi kurbanin, pra nuk mund të bësh një kafshë e cila është e dobët, e cila është kështu ashtu dhe të thuash që unë e bëra kurbanin dhe kalova radhën. Jo, duhet gjëja më e mirë
që ti mi fel ta adhurosh. Si dëshiron për vetë të mirë. Pra, kjo është. Por janë ushqimet bazë, ashtu siç thamë, fjalë orizi, mielli, sheqeri, makaronja. Pra, ajo që konsumon ti gjatë në familjen tënde, atë do të nxjerrësh edhe për sadaka. Duke përsëritur dhe fjalët e imamit nderuar, nëse ti do nga vetja jote të nxjerrësh mbi këtë vlerë, Zoti të shtoft mirësinë dhe begatinë, vetëse ke fituar sevape dhe ke marrë mirësi prej të Madhit Zot. Në vitet e kaluara, në Ramazanit të mëparshëm, ka ndodhur shpesh dhe burimi informacionit jeni ju që jeni në vend vështirësi për të siguruar personave të ndryshëm që duan të ofrojnë iftar, pasi numri i tyre është shumë i lartë në veçantë 10 ditën e fundit. Kjo vjen për shkak të vlerave që kanë këto 10 ditë apo për shkak të, në thonjza ju kërkojnë ndjes, të mungesës së informimit të informacionit që kanë personat që ofrojnë iftarin, por e lënë 10 ditën e fundit. A ka hyrë kultura e shpërndarjes së këtij le të themi iftarëve ose kësaj ndihme ekonomike që u jepet për njerëzit në nevojë, ose ata që agjerojnë dhe janë shumë të kujdesshëm në fenë islame, por mundësitë ekonomike kanë të kufizuara. Kemi një kulturë që edhe përpara Ramazanit kjo kategori njerëzish me mundësi të mirë ekonomike të bashkëpunojnë me ju për të bërë një, le të themi, një agjendë të pranueshme dhe lehtësisht të menaxhueshme, sepse sapo ndam bashkë një shqetësim që dikush kërkon një iftar sot, duke njoftuar në mëngjes. Po. Fesimtarët nuk janë. Atëherë ky është një fenomen i përsëritur, pra nuk është një fenomen i lindur këtë vit apo një fenomen ku ne mund të themi që shiko besimtarët u shtuan dituria rreth mirësive të shtrimit një iftari është zgjeruar. Por se këto e jamul ma'dudat, pra janë 30 ditë dhe në çdo kush i do të bëhet pjesë me fjalë shpërblimeve. Ashtu siç ne kemi thënë që tek qendra jonë ne shtrojmë iftare dhe për 30 ditë të Ramazanit aty kanë qenë vazhdimisht iftare të shtruara, kanë qenë për burra, kanë qenë për gra, për jetimët. Por se 30 ditë janë dhe mundësitë normale që janë të kufizuara. Pra në qoftë se aty do të merreshin pjesë 30 persona për shtruar iftar, pra në Lushnjë nuk janë 30 persona që duan të shtrojnë iftar. Dhe ky fenomen i tillë do vazhdoj. Nuk është se mund t'i bëjmë zgjidhje ose i kemi bërë zgjidhje, por se qendra jonë, e cila ka atë kuzhinën modeste, për 30 ditë ka shtruar. Kemi pranuar iftare deri në momentet e fundit. Jo vetëm atë, por ashtu siç edhe jemi informuar në bisedat tona të lira, përveç iftareve aty ne kemi dalë edhe në lokale, si një pjesë e mirë, në fjalë të gjinjisë femërore kanë ngrënë iftare në lokale, por edhe burrat. Pra është një fenomen që nuk është se do ketë zgjidhje. Do vazhdoj të tillë. Do dalim tek pyetja juaj. A është mungesë informacioni apo është informacion i detajuar që çdo njeri duhet marrë nga këto shpërblimet edhe 10 ditëve të fundit. Unë mendoj që është e dyta, që besimtarët din vlerën e shtuar këtyre ditëve të fundit dhe duan ta organizojnë iftarin e tyre në këto 10 ditë të fundit. Ne jemi munduar në fakt të japim zgjidhje si tek qendra jon, por edhe organizimet e iftarëve për jashtë në për lokale, kemi ndarë xhamatin, kemi bërë thirrje, kemi bërë lista, komunikojmë me familje, pra i organizojmë në mënyrë tillë që t'i përfaqësojmë dhe t'i fusim të gjithë në atë që ato kanë dëshirë dhe duan t'i japin dhe duan të përfshihen mëshirën e Zotit Krisht gjithësisë. Ka një problem që unë duhet ta ndaj me ju sërisht, që është lakuar shumë. Unë nga pozicioni i gazetarit nuk kam bërë avokatin, por kam marrë mbrojtësin, duke ju justifikuar pjesërisht juve, por përgjigje më të mirë do jep vetë juve, nëse nuk është pyetje e dur dhe mund ta refuzoni, por unë kam qejf ta ndaj me ju. Jemi në prag zgjedhjesh dhe më rezulton që shpesh herë politika ka futur hundët në kuptimin e mirë të fjalës, sepse politikanët janë besimtarë. Pavarësisht se janë politikan, unë shoh asgjë të keqe. Por ka njerëz tani duan të japin një ngjyra politike, të cilët e shohin si një mundësi
iftarin për të bashkuar shumë besimtar që në mendjen e tyre, pa e bërë publike, ata në mendjen e tyre pa u folë përkthejnë në vota. Si veprohet në këto raste? Se këta nuk I ndalon dot të ofrojnë iftar. Nga ana juridike islame ne kemi të drejtën të përgjigjemi, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga një nga të drejtat e muslimanit dhe muslimarit është përgjigjja e ftesës. E dyta, për sa kohë që çdo individ, çdo mund ta quajmë bindje politike qoftë I majt apo I djathtë, nuk na kushtozon neve asgjë. Nuk na thot që unë dua vota, por thjesht shtron një iftar dhe kalon atë në heshtje, me shumë modesti, me shumë thjeshtësi, ne I përgjigjemi kësaj thirrje sepse ai nuk na ka kushtozuar iftar. Dhe nuk mendoj që do ketë ndonjë besimtar apo besimtar I cili do të ndikohet për një iftar për të dhënë votën e tij majtas apo djathtas. Ne kemi të bërë qartë këtë në miftinin ton. Neve nuk përfshihemi në politikën në aspektin e zgjedhjeve, se njerëzit e kanë të drejtën e tyre të zgjedhin këtë dojnë, votojnë që dojnë, por neve bashkëpunojmë me institucionet shtetërore, pse edhe politiken brenda kufive ton fetar. Pra, nuk e ka përsërim ligjet fetare, askush nuk na vjen na thotë që shikoj ne po bëjmë iftarët për vota, dhe ja ata janë vend dishëm për këtë gjë që neve nuk përzihemi në gjëra të tilla, I përgjigjemi thirrjes për dashamirësi dhe mirësjellje dhe miqësi dhe vëllazëri, dhe jo më shumë se kaq. Ndjes që bëra pak pisë shenjë, por më mirë të japim një përgjigje pyetjeve të shumta. Jo, shumë mirë bëre. Si qarkullojnë dhe janë atemojnë si të duan, sesa ta lënë në heshtje. Jo, çimi kjo pyetje ka dash bërë shumë herë sepse për shumë ndonjëherë me shumë respekt kalon kjo xhelozia, shkon këtë majtë, shkon të djathtë, jo, ne nuk shkojmë as majtas atje, ne kemi vetëm rrugën drejt, ama nuk mund të jemi arrogant që ty refuzojmë tjerëve atë mirësi që ata duan ta japin, për sa kohë që feja jo nuk na ndalon gjë të tillë. Nëse ata do të kushtozonin iftarin kundrejt votave, kjo nuk ka për të ndodhur asnjëherë dhe s'do të ndodhi inshallah. Një besimtar dhe akoma më shumë një praktikant e di mirë se kush e ka ndihmuar fen dhe kush e ka shkatërruar fen, dhe ata nuk kanë nevojë një iftar. Janë të vetëdijshëm gjithë, janë vetëdijshëm. Shumë mirë historinë dhe nuk janë pa memorie. Po, janë të vetëdijshëm gjithë. Nuk mendoj që vota varet nga mos ta bëjmë më pse kaj të lutem Mufti, ta lëm këtu. Nga një darkë iftari. Po nuk e shmangim dot se është pjesë e përditshme, aq tepër jemi në kulmin e saj. Dua të them edhe këtë tjetrën që I bie që ne një herë në 2 vite kemi zgjedhje, ose vendore ose parlamentare. Por mendoj që këto iftaret mendoj që janë bërë edhe pak traditë, si thon asaj. Pra, si vjet kemi zgjedhje, por vitin që vjen, më fjalë do jetë një vit pas zgjedhje. Dhe Zoti na jap jetë dhe do të jemi prap në radio, kështu që kujtoja pyetjen dhe na thumbo që a kemi iftare këtë vit apo jo. Dhe aty do duket kanë interes apo e ndjejnë si obligim. E ndërprem bisedën për shkak të kësaj pyetje që më duhet ta bëja, dhe faleminderit për mirëkuptimin tuaj dhe përgjigjen shumë korrekte. Tek paketa ushqimore për sadakan. Pra, përmendet një markë, dije se s'do të bëj reklam të një orizi cilësor, që nuk e ndalon askënd asnjë nga ata ofruesit e këtyre për ta dhënë ndoshta dhe shumë më të lartë, por nga ana tjetër ka dhënë një paketë bazat që ka të bëjë me këtë sasi parash. Në kulturën e një, po themi, të një miftinie apo të një komitet musliman, çfarë është më lehtë për të menaxhuar? Paraja që ofrohet apo ushqimi për t'u dhënë besimtarëve dhe në mënyrë të veçantë agjëruesve? Çfarë do ta kishin më të lehtë juve, që ju lehtëson në kuptimin e menaxhimit dhe ofrimit tek besimtarët? Faleminderit, dhe kjo pyetje më vend, por ne kemi parë ose e kemi sugjeruar që të argëtohen lek. Pse të argëtohen lek? Ne kemi bashkë me imamin Albanin kemi krijuar një pako rreth diku te 35.000 lek, 40.000 lek. Po ka persona që janë 2 veta në familje, pra me 10.000 lek. Me 10.000 lek, më fjalë, nuk është se bëhet në një pako komode ose pako, më fjalë, e mirëfillt që ti vish në pranë ose ti plotësosh nevojat një familje të madhe. Kështu që ne kemi parë të udhës që të grumbullohen lekët dhe këto lekë të kthehen në paketa ushqimore, e cila brenda do ketë 3-4 kg makarona, 3-4 kg sheqer, 3-4 kg oriz. Dhe ju osigroni me çmim më të lirë produktin, duke bënë sasi, për shkak të ndjeshmërisë që kanë bizneset kur shkoni ju për ta blerë produktin. Çdo kush është I lirë ta krijojë këtë paketën ushqimore dhe ta çojë me fjalë tek ajo familje që ai e shikon të arsyeshme që ajo e meriton tek këtë ndihmës të fitrit. Por ne kemi familjet tona, kemi përzgjedhur ato dhe
ne vëm tek ato dhe ato vijnë tek ne, pra ne në mbrëmje ja u shpërndajmë, pra kemi listat tona dhe ja u shpërndajmë në familjet e tyre. Cila do të jetë paketa për këtë radhë? Që kemi bërë gati. Sa ushqimet bazë. Paketa e sportit, gjithmonë. Pa, nuk dalim nga ushqimet bazë, ajo është rregulli, domethënë që jo çdo lloj malli dhe mund të jepet sadaka fitër, jo çdo lloj ushqimi. Pra ato që jepen besimtarët që njerëzit që duan të ofrojnë deri kur është mundësia për të ofruar një iftar për ata që janë duke agjëruar. Cili është nata e shtunës është e fundit? Të themi për iftare ka një zgjidhje tjetër. Po. Ne ja kemi dhënë disa që e kanë pranuar, zoti është shpërbleft, janë 6 ditët e Shevalit. Pra, mbas ditës së Bajramit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kush e shoqëron Ramazanin me 6 ditët e Shevalit i falen gjunat. Pra 6 ditë e Shevalit janë 6 ditë mira që ai mundet çfarë të ketë shpërblimin tek Zoti nëse do të bëj iftar. Që agjeron. Pra po sepse agjeron dhe 6 ditë tjera të mira mbas Ramazanit. Pra e ka dhe këtë mundësi, ka njerëz që e kanë zgjedhur këtë, ne nuk arritëm dot për shkak të ngarkesës së madhe dhe shumë njerëz që dëshirojnë të sponsorizojnë për iftaret, i kemi zgjedhur zgjidhje për ditët e Shevalit. Ose atë që u cek dhe pak më sipër, që ai që s'ka pasur mundësi të shtrojë iftar apo të agjerojë, po do shpërblimin e agjerimit, apo nuk e ka nxjerrë me fjalë këto ushqime, ashtu siç thamë, është ajo paketa e shpagimit. Pra, ose mund ta bëj vet, ose mund të ofrohet tek ne. Dhe ushqimi bazë pra krijohen 3-4 pako në sasinë, pra në qoftë se po marrim të mirë që janë 30 ditë Ramazan, herë 4000 lekë, 120.000 lekë dhe ky 120.000 lekë po prap kthehet në paketa ushqimore për njerëzit nevojë. Pra në qoftë se ai nuk ka agjëruar dhe do shpërblimin e agjërimit. Në qoftë se ai ka dashur të shtrojë iftar dhe nuk ka mundur por 1000 një arsye, pra edhe kjo është me fjalë mundësi për të përfituar nga ky muaj begat. Sa fleksibël jeni ju si komunitet në mënyrë të veçantë me ftinia lushnje, më lindi një pyetje nga argumentat që u sollët, ndaj emigrantëve të cilët në vendet e tyre ku janë në mbar botën, kanë dëshirë, kjo është një periudhë shumë e mirë që ata të ofrojnë këtë që thatë juve në distancë. Kemi raste. A keni raste fleksibël në llogaritë bankare me të huajt, me njerëzit, me format e ndryshme që ata ofrojnë sot, teknologjia dhe besoj se edhe Albania ka një përgjigje, por këto emigrantë që janë jashtë dhe duan që iftarin ta shtrojnë në Shqipëri apo pakët ushqimore të ndajnë në Shqipëri, ka pasur 2 zgjidhje. Ato kanë familjar, me fjalë këtu në Lushnjë apo në Shqipëri dhe familjarët e tyre bëjnë pagesën. Nuk kanë familjar. E para, e dyta, kanë jetuar këtu, kanë shije shumë të mira për kohën që kanë qëndruar, por tashmë janë njerëz. E dyta janë përdorur numrat e llogarisë ose të miftinisë ose të personave që kanë marrë përsipër dhe ja u kemi realizuar atë që ato kanë dashur. Nëse ata nuk kanë mundësi të komunikojnë me ju apo me forma tjera, janë të publikuara online të numra llogarie për të gjetur ata. Numrat llogarisë të Komitetit Musliman janë të publikuara. Të Komitetit Musliman, po flasim për Myftinin Lushnjë. Por Myftinia Lushnjës jo, me fjalë ne kemi gjetur këtë. Unë do ta bëj për Myftinin Lushnjë, për xhamin Ilirit në Golem. Sa xhamia Golem ka shumë ndjem jashtë imigracion. Ne kemi numrin llogarisë, por me fjalë nuk e kemi përdorur deri tash për qëllime sepse nuk është se na është kërkuar ose na është nevojë. Ka patur forma alternative. Po, kemi parë atë që thash që me fjalë familjarët e tyre, me fjalë kanë ardhur dhe kanë kontaktuar. Por nuk kanë munguar të lloj rastish. Jo, kemi nga Italia, kemi nga Anglia, kemi nga Amerika. Bilesu nuk do nxjerr emër sot da ka ardhur diçka. Para 4 ditësh më vjen një person dhe më kontakton, thot jam filani, e pres, i them urdhro. Thot djali ka kaluar një moment keq në Itali, tha, i shpëtoi aksidentit, tha, dhe më tha që duhet vi, tha, me që është muaj Ramazanit, të jap sa lek, tha, dhe ti konvertosh, tha, ushqime ose të shtrosh iftar për agjërosit. Pra ky është shembull i gjallë që erdhi para 4 ditësh. Pra njeriu do dhe gjen mënyrën të jetë falendërues ndaj Zotit dhe kur kalon sprova të ndryshme, do ta falenderoj Zotin që ka dalë nga ajo sprovë shëndoshë mirë. Pastaj edhe ka plotësuese kësaj, këta që janë në emigracion do të japin vlerën e sadakas fitrit që
i takon në vlerë atje, e kupton? Për shembull, në Amerikë një person që jeton në Amerikë, qoftë nga Lushnja apo nga kushdo vend i Shqipërisë, do t'i japi sadaka fitri vlerën që jeton në vendin e tij, në Amerikë, domethënë $12 për frym. Do të thonë që është edhe në të mirën tonë sepse paku e bëhet akoma edhe më e bollshme. Po sigurisht një standard ekonomik atje është më i lartë. Kalojmë tek pyetja $1 milion që ajo që ka të bëjë me Fitr Bajramin. Kemi një natë ku përmblidhen gjithë obligimet, gjitha sakrificat, gjithë çfarë kanë bërë besimtarët në 30 ditë. Është ajo që është nata e Fitr Bajramit apo festa e Fitr Bajramit. Si do të organizohet kjo? Kur është? Çfarë do të ndodh? A do të kemi ditë të bukura, të ditë të diel për të bërë faljen? Si janë? Atëherë, gjithë lutjet tona janë drejtuar të Madhit Zot. Inshallah na jep në një mëngjes të këndshëm me diell dhe pareshje. Inshallah. Sepse ju e dini që është krijuar një traditë. Dhe ne do të jemi në sheshin e qytetarëve, me lejen e Zotit. Gjithmonë nëse ai na e mundson që ne të dalim. E nëse ne do të kemi një natë me reshje që do të thotë sheshi i lagur, pa mundësi të dalim. Atëherë ju e dini shumë mirë që ne në pranë xhamis kemi dhe kompleksin sportiv tonin, pra do ketë një zgjatim midis xhamis dhe kalçetos dhe njerëzit do jenë në ambiente të ruajtur nga. Por këto janë kushtet. Por do të në pritje xhamisre. Do të dërojmë patjetër. Çfarë duhet bëjë një besimtar? Ose mëngjesi jemi në shesh, me fjalë në ritualin ton të përvitshëm, ose zgjatim midis xhamis dhe ambienteve sportive kalçetos. Ndërsa fshatrat normale do jenë nëpër pranë xhamive të tyre. Dhe pse një sqarim, dhe pse se dikush i mund të thotë që shiko, kemi një masivitet kaq të madh në sheshin e qytetarit për arsye se me fjalë vin nga xhamit e fshatrave. Xhamit e fshatrave nuk falen, pra ajo që ju shihni në prezencë në sheshin e qytetarit, mund të them me plot bindje që diku tek 70% janë qytetarë lushnjarë. Po s'ka se si tjetë ndryshe, sepse nuk këtë e dini ju xhamia Golemit vjen Lushnjë. Dushku nuk mbyllet. Qerma nuk mbyllet, Zhama nuk mbyllet, Gramsha nuk mbyllet, Babunja nuk mbyllet. Pra janë pothuajse qytetarë lushnjarë. Allahu e pranoft të gjithë atyre që kanë agjëruar. Çfarë ndodh mbas faljes së mëngjesit, ditën e diel? Atëherë para se të shkojnë tek falja, besimtarët që do të prezantojnë në faljen e Fitr Bajramit do të kenë parasysh disa pika, të cilat janë disa rregulla fetare që besimtari përgatitet para se të shkojë për faljen e Fitr Bajramit. E para është larja e gjithë trupit. Pastrimi specifike për këtë ditë. Pastrimi, siç është edhe për ditën e Xumat, ditën e premte, edhe për Kurban Bajram. Pastrimi dhe larja e të gjithë trupit. Profeti alayhis salam parfumosesh me parfumin më të mirë. Vishte rrobat më të mira. Pse? Sepse po shkon në një vend ku do të prezantohet të gjithë besimtarët. Dhe e kishte tradit profeti, të imagjinosh, shkonte në një rrugë kur shkonte për të falur Bajramin dhe kur kthehesh nga një rrugë tjetër. Dhe njëra prej urtësive të kësaj është që të takonte sa më shumë njerëz, të bënte Bajramin dhe të shkëmbente urime me sa më shumë njerëz. Jo si ne sot që kur shikojmë dikë largohemi se s'kemi kohë. Pra janë disa pika që besimtari dhe një pika tjetër është që e mundësisht të hash diçka para se të dalësh të falësh Bajramin. Profeti kishte tradit hante një hurmë apo 3 hurma apo 5 hurma numër tek, para se të shkonte për të falur Fitr Bajram. Çfarë tregon që u mbyll agjërimi? Kjo është mbyllja e agjërimit. Madje ka prej traditës profetike dhe kjo besoj e fundit, normalisht dhuratat, vizitat, por për sa i përket faljes, profeti i këshillonte që edhe gratë të cilat janë me cikël menstrual në xhami për shkakun nuk shkojnë dot në ditën e Xumat apo të falin namazet kur janë gjatë ciklit, ama ditën e Bajramit dalin të gjithë në shesh, normalisht rrin pa u falur. Po është dalja se të gjithë të dalin dhe bashkë me fëmijët të krijohet një ambient festiv, që edhe fëmia t'i ngeli ajo kënaqësia e Bajramit. Jo të gjitha këto festa që ne i festojmë e organizojmë dhe kur vjen puna te Bajramit të ngeli diçka e vobek, po të ketë festë tamam me plot kuptimin e fjalës. Populariteti i Ramazanit është në gjitha format dhe përmasat. Ka dhe këngë të shumta. Një pjesë e tyre
që as kanë agjëruar, por mezi presin ditën e Bajramit, interpretojnë sikur 30 ditë e Ramazanit as kam hënë, as kam pi, kur dita e Bajramit do lëshohen thot me hëng, me pi, disa bëjnë kurban që s'ka lidhje fare kjo rast. Ka dhe që do shkojmë xhami. Po sigurisht xhamia është brenda. Kur vi dita e Bajramit bashkë me Lalën do shkojmë xhami. Çfarë i rekomandoni të gjithë atyre që duan të bëjnë pjesë e festës, por mënyrën se si e festojnë, të gjithë kanë të ndryshme. Atëherë ne i mirëpresim ashtu siç thamë në shesh, të festojmë së bashku, ta falim së bashku, t'i lutim Krijuesit gjithësisë për mirësi dhe begati, me këshillat tona që të jemi solidar, jo vetëm në 30 ditët që kaluam, por dhe në të më pas, të jemi sa më pranë njëri tjetrit, të festojmë në mënyrën më të bukur dhe më të hishme, por në kufit që na lejon feja. Gjithçka brenda kornizave dhe Imam Albani do diçka për ta mbyllur? Besoj i zauruam të gjitha çfarë kishim. Me këtë pyetjen e fundit do qëndroja pak për që flitë Rakis Rushit. Ta provoj një herë ta bëjnë Bajramin, pse jo pa raki, jam i bindur që do ndihen shumë më mirë. Pikërisht sakrifica e Bajramit nuk është thjesht domethënë gostie, ngrënia pirja, por që duhet kuptojnë njerëzit që nëse nuk ka një moment që reflektojnë për jetën e tyre, dhe nuk heqin dot dorë dhe në ditën e gëzimit nga disa gjëra që duhet heqin, nuk besoj se ata do të ndryshojnë apo do të kenë mundësi të ndryshojnë një herë tjetër. Nëse nuk ndryshojnë muajin e Ramazanit, pse jo ditën e Bajramit, nuk besoj se do të ndryshojnë ditë tjetër. Le ta provojnë një herë, jam i bindur që do ndihen shumë herë më mirë se ata që përdorin alkool. Diçka të vogël, ma kujtoi Imam Iliri, atëherë kemi edhe ndryshimin e orës. Po patjetër, është njoftuar në ditën ditë. Po, kemi ndryshimin e orës, atëherë nëse do të jemi në shesh, patjetër që do të vihet tëra mënyra e organizimit. Nëse do të jemi në xhami, po përsëri do të dëgjohet autoporlanti në minaren e xhamis. Duhet t'ju kujtoj orarin në orën 7:30, pra pas ndryshimit të orës, ju mirëpresim që të falim së bashku fitër Bajramin. Allahu e pranoj gjithë. Allahu e pranoj të gjithë atyre që janë përfshirë. 7:30 bëhet fal. Urime dhe suksese ju si administrator të kësaj pjese që sa vjen dhe po bëhet më e madhe dhe natyrisht dhe përgjegjësia dhe ngarkesa juaj shtohet, por mendimin e Zotit dhe të bashkëpunëtorëve që keni rreth vetes t'i kaloni me sa më pak probleme dhe mundësisht i kënaqni të gjithë besimtarët dhe jo besimtarët që presin dhe shpresojnë nga ju. Atëherë për ta mbyllur, falenderoj. Urimi juaj për besimtarët para se të bëjmë mbylljen. Po, për ta mbyllur, falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët, falenderoj të gjithë ato që u bën sadopak pjesë të organizimeve gjatë këtij muaji të begat, imamët e nderuar, pa harruar asnjërin, stafin e përkushtuar që kemi pas pranë në myftinisë tonë, si me pako ushqimore, si me organizimin e blerjeve të gjërave dhe të shërbimeve. Zoti është problem të gjithë me mirësi. Le të kthehem tek besimtarët, uroj atyre dhe lut të madhin Zot që ai të ketë pranuar këtë muaj agjërimi, këtë muaj sakrifice. Lut të madhin Zot që të ketë pranuar adhurimet e tyre, përkushtimin e tyre, gjithë këtë sakrificë. Inshallah ka dalë në ky muaj i begat me një muaj të pranuar tek i madhi Zot. Inshallah krijuesi gjithësisë i ka shkruar ato agjërues dhe i fut ato prej asaj dere që ai e ka cilësuar derën Rajan, e cila në këtë derë do të futen vetëm agjëruesit dhe do të futet i fundit dhe kjo derë mbyllet. Pra lut të madhin Zot që të jemi në mëshirën e Tij dhe lut të madhin Zot që ky muaj agjërimi, ky muaj sakrifice të na dalë si argument bindje dhe në nështrimin ndaj urdhrave të madhit Zot. Pra edhe një herë tjetër, gëzuar festën e fitër Bajramit, Zoti inshallah na ka pranuar gjithë punët e hajrit, begati dhe mirësi në çdo familje lushnjare, por jo vetëm, Zoti e bekoft Shqipërinë. Faleminderit shumë Mufti Gramoz Bliku, faleminderit Ilir Demiri, faleminderit Alban Puka. Të nderuar dëgjues, me fjalët e Muftiut urojmë dhe shpresojmë që të gjithë juve që keni agjëruar, por edhe ju të tjerët të merrni mirësi, shëndet dhe paqe, begati siç e përmendi Muftiu. Unë falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë ata që kanë kontribuar vullnetarisht apo financiarisht në ofrimin e vakteve të iftarit për të gjithë ata që janë të pamundur, që Zoti ju pranoft dhe gëzuar fitër Bajramin. Miru takofshim në festat të tjera fetare dhe Zoti qoftë me ju
në ato që jeni dhe në familjet tuaja gëzofsh vetëm shëndet dhe mirësi. E mbyllim këtë emision për sot. Miru takofshim në takime tjera. Faleminderit. Emisioni U dhe Kryq, pas pak në Radio Lushnja, me gazetarin Shkëlqim Bylykbashi. Emisioni U dhe Kryq, me gazetarin Shkëlqim Bylykbashi. Çdo të premte, ora 13, U dhe Kryq, live me mua Shkëlqim Bylykbashi. Emisioni U dhe Kryq. Na shkruani në Facebook për pyetje, sugjerime dhe komente. Ky emision mundësohet nga AIKA, krenaria e produkteve të qumshit të qytetit tonë në gjithë Shqipërinë. Nëse shëndeti është i rëndësishëm për ju, konsumoni vetëm produkte AIKA.